Dhe tani vazhdojmë me ushtrimin e 5, synimi i ditës të sotme. Këtë mund ta përdorësh për ditë. Ky ushtrim është shumë i rëndësishëm për të filluar ditën dhe për të vendosur qëllimin e saj, si dhe të javës, muajit, vitit apo jetës në tërësi. Kur vendos një qëllim për ditën, është si të kesh një busull, një shërbim global të pozicionit, që të çosh drejt asaj që dëshiron. Synimi është një shigjet e gatshme për të goditur qendrën e shënjestrës duke të udhëhequr me saktësi. Në këtë ushtrim mund të përfshish besimin tënd tek Zoti, Krishti, Shën Maria, universi, engjëllit apo kryengjëllit. Për shembull, mund të thrasësh kryengjëllin Mikail ose engjëllin tënd mbrojtës. O krijuesi i gjithçkaje, engjëll dhe kryengjëll, këtu mund të përmendesh emrat e tyre. Kërkoj ndihmën tënde dhe mbrojtjen tuaj, udhëzimin tuaj, që ta kem një ditë të bukur, të kem shëndet, lumturi, gëzim dhe paqe. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Në këtë hap mund të shprehësh dëshirat dhe synimet e tua për ditën. Për shembull, mund të kërkosh lajme të mira, sukses në një projekt apo përmbushje në një qëllim të veçantë. Ajo që ka rëndësi është të kesh besim të plotë se meriton gjithçka të mirë nga Zoti dhe universi. Kur vendos qëllimin e ditës, ti dhe drita jote do të jetë në harmoni dhe çdo gjë do të shkojë shkëlqyeshëm.